Të nderuar teleshikues të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përjavshëm Besimi Krishterë Orthodoks. Në këtë emision do të trajtoj një temë që besoj na shqetëson të gjithëve. Të gjithë ndoshta kemi bërë një pyetje, por ndoshta nuk e kemi dhënë një përgjigje korrekte. Kush është kjo pyetje? Pse Zoti nuk na përgjigjet menjëherë? Pra, do të flas për një përvojë që shpeshherë na ka ndodhur. Mua më ka ndodhur disa herë. Por le ta trajtojmë si temë. Jemi gjunjëzuar shpeshherë përpara ikonës së Krishtit dhe jemi lutur, Zot më ndihmo, Zot më shëro, Zot më hap këtë derë, Zot më jep këtë përgjigje, më trego çfarë duhet të bëj. Dhe pastaj kemi pritur një ditë, kemi pritur një javë, kemi pritur një muaj, ndoshta kemi pritur edhe me vite. Dhe përgjigja nuk na është dhënë, problemi nuk është zgjidhur, sëmundja vazhdon, situata po ashtu, dhe del një pyetje brenda nesh, një dyshim, ndoshta edhe një ankim, por është një pyetje, apo më dëgjon Zoti? Patjetër që Zoti na dëgjon. Kisha ortodokse na mëson të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Zoti edhe kur tregohet i heshtur, nuk është se nuk dëgjon, por ai është duke vepruar në një thellësi tjetër, në një dimension tjetër që ne nuk e shikojmë, nuk e kuptojmë. E para duhet dim se Zoti na dëgjon para se ne të flasim atij. E tha vetë Zoti Jezu Krisht, ati ju e di për çfarë keni nevojë para se t'ia kërkoni. Madje në librin e Psalmit thuhet para se fjala të jetë në gojën time ti e di. Zoti i di të gjitha ato çfarë ne kemi nevojë dhe aq më tepër ato çfarë duam dhe ja kërkojmë atij. Por dhe një pyetje, pse duhet lutemi atëre? Kur Zoti i di gjërat, pse duhet ja kërkojmë? Mos Zoti ka nevojë për informacion? Patjetër që Zoti nuk ka nevojë për informacion. Ai është i gjithë ditur. Ai di gjërat që nga përjetësia, përpara se ne të vinim në jetë, përpara se neve të jetoni, përpara se të shfaqim problemet tona, ai i di. Zoti me njeriu vepron në dy plane. Në planin e përjetshëm ku di gjithçka, por dhe në planin kohor ai ku ecëm bashkë me ne. Dhe dëgjon nevojat, kërkesat tona. Por atëherë, kur Zoti i di të gjitha, pse lutemi? Tham që Zoti nuk ka nevojë për informacion. As nuk lutemi që të ndryshojmë Zotin. Jo. Lutja ndryshon zemrën tonë dhe na bashkon me Zotin. Lutja nuk është thjesht informacion, nuk është kërkesë. Lutja është bashkëbisedim. Ashtu si bisedon fëmia me prindin, kështu ne bisedojmë me Zotin. Ne bisedojmë kur lutemi. Prandaj dhe lutja duhet të jetë kënaqësi për neve, nuk duhet të jetë angari ose thjesht nevojë. Biseda me një njeri vjen nga dashuria, edhe lutja me Zotin vjen nga dashuria. Por ndonjëherë përgjigjja e Zotit nuk vjen menjëherë sipas kërkesës sonë, sepse problemi nuk është vetëm tek ajo që po kërkojmë. Problemi është çfarë po ndodh brenda nesh. Pra, le të japim një shembull nga Shkrimi i Shenjtë. Kemi shembullin e Lazarit, miku të Zotit. Është një nga shembujt më të fuqishëm. Dim se Marta dhe Maria, motrat e Lazarit, i dërguan Jesuit këto fjalë: Zot, ja ai që ti e do është i sëmurë. Çfarë kërkese e thjesht? Ato nuk i thanë eja patjetër. Ato thjesht i thanë Jesuit, ai që ti e do është i sëmurë. Dhe Jesuit e dinte që Lazari ishte i sëmurë, por ai nuk shkoi menjëherë. Ai e vonoi vajtjen tek shtëpia e Lazarit. Ungjilli na thotë se qëndroi dhe 2 ditë të tjera. Pastaj Lazari mbas këtyre 2 ditëve vdiq. Dhe Krishti vajti në ditën e 4, kur Lazari kishte vdekur tashmë dhe ishte varrosur. Nga pikpamja njerëzore, duket sikur Jesui ishte me vonesë, por nga pikpamja hyjnore, Jesui nuk ishte vonë. Ai po përgatiste një plan, një zbulim më të madh të lavdisë së Perëndis. Kur Jesui arrin, Marta i tha: O Zot, ti ishe këtu, vllai im nuk do të kishte vdekur. Pra, sa shpesh e themi ne këtë gjë. O Zot, të kishe ndërhyrë ti më herët, kjo nuk ishte për ndodhur. Por Krishti përgjigjet Martës, na përgjigjet edhe ne nëpërmjet përgjigjes së Martës. Vllai yt do të ringjallet. Dhe më pas thret: Lazar,
dil jashtë. Dhe ai doli i ngjallur. Dhe shpeshherë kjo na ndodh në jetën tonë. Ashtu siç i ndodhi Martës dhe Marias që pan këtë mrekulli të ngjalljes së Lazarit, patjetër na ndodh edhe neve kur Zoti na përgjigjet lutjeve tona në kohën e dur. Ne marrim më tepër se ç'kërkojmë, e zgjidhim problemin më shumë se ç'mendojmë neve. Prandaj këtu kemi një nga mësimet më të mëdha të jetës tonë shpirtërore. Ajo që ne e quajmë vonesë, Zoti mund ta përdor për të shfaqur një hir më të madh. Etrit e kishës na mësojnë, mos kërko vetëm dhuratën, po kërko Perëndin. Kjo është shumë e rëndësishme. Etrit e kishës na mësojnë se shpesh ne i afrohemi Zotit për shkak të asaj që duam të marrim. Fatkeqësisht, ne krijojmë një marrëdhënie tregtie me Zotin. Krijojmë një marrëdhënie që të jap, më jep. Kjo do thotë që ne shkojmë në kishë, edhim disa qindarka, bëjmë disa lutje, marrim pjesë në disa shërbesa duke harxhuar kohën tonë dhe mendojmë se Zoti e ka detyrë tashmë ti përgjigjet lutjes sonë. Por jo. Do dim se neve, kur shkojmë në kishë, nuk shkojmë vetëm thjesht në një market për të marrë ato çfarë ne duam nëpërmjet pagesës sonë. Jo. Ne shkojmë në kishë në shtëpinë e Perëndis, që është dhe shtëpia e besimtarëve, shtëpia jonë, dhe shkojmë të bisedojmë me Zotin që është aty ynë. Prandaj gjithë adhurimi i krishterë ortodoks është një bashkë bisedim dhe gjithë liturgjia ynore, që është lutja zyrtare e kishës, quhet e tillë liturgji që thotë një punë e përbashkët me Perëndin. Pra, bashkë me angjit dhe me shenjtorë. Kështu që ne jemi pjesëtar të familjes së Perëndis. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, marrëdhënia me Zotin nuk do ta shohim një marrëdhënie tregtare, më jep të jap, po një marrëdhënie familjare. Ai është aty ynë, ne jemi fëmijët e tij. Dhe ashtu si një prind i ka syt gjithmonë te fëmijët e tij dhe prekupohet për problemet që ata kanë dhe i zgjidh ato probleme, pse prandaj është prind dhe prandaj duhet sakrifikoj, sa më tepër Perëndia mendon për neve, shikon për neve, i di problemet tona dhe na jep kur është e domosdoshme dhe nevojshme. Prandaj, njeriu i krishterë nuk duhet kërkoj vetëm që sprova të largohet, problemi të zgjidhet, po ai duhet kërkoj Perëndin. Dhe mbi të gjitha të kërkoj Perëndin, sepse kur Perëndia është me ne, asgjë nuk është kundër nesh. Dhe që Perëndia t'i jap një hir për ta kaluar, për ta përballuar këtë provë. Ka një ndryshim të madh. Ne themi, o Zot, largoje kryqin tim, pra vuajtjen time, kurse kisha, që është trupi i Krishtit dhe ka urtësinë e Krishtit, na mëson të lutemi. O Zot, më jep forcë ta mbaj këtë kryq deri në fund. Shën Johani Shkallës, një shenjtor shumë i madh, në librin e tij Shkalla, ai na flet për durimin, që është shumë i rëndësishëm. Dhe thot, askush nuk gjitet menjëherë në maj, por me hapa, ka rënje, ka ngritje, ka pritje, ka luftë. Kështu është edhe lutja. Ne nuk do të marrim përgjigjen menjëherë, por Zoti shpesh na jep diçka më të thellë. Ai kërkon një pjekuri shpirtërore, kërkon që ne të ngjitemi në shkallën e virtutit. Prandaj shpeshherë e vonon lutjen. Sepse çfarë do ndodhte në të Zotit do të na jepte gjithçka menjëherë. Ne mund ta merrnim dhuratën dhe ta haronim dhurusin. Mund të merrnim bekimin dhe të haronim Zotin. Prandaj ndonjëherë Zoti vonon dhuratën që të risë marrëdhënien tonë me ne. Jo sa ai, si them, ka nevojë, por ne kemi nevojë. Ne kemi më shumë nevojë të rim me atë. Dhe një shenjtor na thot një shprehje shumë bukur. Neve njerëzit thot, i ngjajmë atij qeni që kur është i uritur, ai shkon te këmbët e zotrisë derisa të marrë atë ushqimin, atë kockën. Dhe kur e merr atë, ikën dhe largohen dhe haron zotrinë. Kjo na ndodh shpeshherë fatkeqësisht. Pra ne lutemi, Zoti na përgjigjet, na i plotson kërkesën, po ne harrojmë pastaj dhe të themi një faleminderit dhe harrojmë të kthehemi përsëri në kishë. Dhe duhet na ndodhi diçka tjetër e vështirë në jetën tonë, një problem, një smundje, një situatë dhe pastaj shkojmë kthehemi prapë te kisha. Nuk është kjo marrëdhënia e dur, nuk është kjo marrëdhënia korrekte. Ne nuk shkojmë tek prindi vetëm kur kemi nevojë. Ne shkojmë te prindi sepse prindi është yni dhe kemi dashuri natyrore dhe nuk shkojmë vetëm të kërkojmë te prindi,
por shkojmë të kemi një marrëdhënie, dashurie me prindin. Dhe Shën Pajisi na jep një tjetër përgjigje duke si thënë na zgjidhur atë çfarë neve duam. Pse Zoti vonon? Ai thot dhe përdorte shpesh shumë gjëra të thjeshta për treguar këtë mister shpirtëror. Ai theksonte se njeriu duhet të ketë besim dhe durim dhe të mos qetësohet kur diçka nuk ndodh menjëherë. Në jetën shpirtërore durimi nuk është pasivitet. Durimi është besim. Të presësh duke besuar është një formë lutje. Kur themi Zot, unë ende nuk e shoh rrugën, por besoj se ti e sheh atë. Kjo është një lutje shumë e thellë. Kjo është një lutje ku neve besojmë se Zoti nuk është indiferent. Ai e di problemin ton, ai po mendon për atë, ai po gjen zgjidhje për atë dhe ne do presim me durim kur të marrim përgjigje në kohën e dur. Por Zoti donjëherë na thot prit, sepse ne shohim vetëm një pjesë të historisë. Mendoni për shembull një rast të dhjetës së vjetër për Josifin e drejtë. Ai u shit nga vëllezërit padrejtisht, u bë skllav, u burgos padrejtisht, nga këndvështrimi njerëzor, gjithçka duke i humbur për Josifin e drejtë. Por edhe pse ai ishte në burg dhe nuk ishte më shpresë, Zoti po përgatiste diçka shumë të madhe për Josifin. Në fund pikërisht ajo rrugë e dhimbshme, ajo padrejtësi shkoi në vendin e vet dhe ai doli nga burgu, jo vetëm doli nga burgu, por ai u bë një personaliteti më i rëndësishëm në Egjipt, mbas faraonit, dhe zgjidhi problemin jo vetëm të jetës së vet, por të familjes së tij, pra të babait të tij, të vëllezërve dhe të gjithë Egjiptit dhe njerëzve që banon atje në atë kohë thatësire. Pra shikoni se si Zoti duket sikur nuk i pa vuajtje dhe padrejtësitë e Josifit, por ai shikon të gjitha, e përgatiste Josifin në këto vështirësi për punë më të mëdha akoma. Pra, kjo na jep shpjegim edhe të pritjes sonë. Ne duhet presim me durim përgjigjen e Zotit, sepse Zoti di kur e jep përgjigjen dhe ai kërkon që neve të na formojmë më shumë shpirtërisht, pastaj të na japi zgjidhjen e problemit dhe të japi gjëra më të mëdha se ne pretendojmë t'i marrim. Shën Silanoi Athoniti na thot një shprehje shumë mirë që patjetër kjo është një nga shprehjet unikale dhe këtë ja tha vetë Krishti. Baje mendjen tënde në ferr dhe mos u dëshpëro. Si erdhi kjo përgjigje Shën Silanoi? Shën Silanoi ishte një murg i cili kaloi përvoja shumë të vështira në Malin e Shenjtë. Ai ra për shkak të paditurisë dhe papjekurisë ra në krenari, sepse pa vizione shpirtërore, pa Zotin, por mendoi se kjo mjaftonte dhe u shkujdes në jetën shpirtërore. Pastaj erdhi ngasja, erdhi tundimet djatëzore, lufta me demonët për vite me radhë, sa që e kishte dhe vështirë dhe të lutej. Te një moment kur ai u lodh, u dorëzua dhe tha Zot nuk mundem më, atëherë të dëgjoj këtë përgjigje nga Krishti. Si ti largoj demonëve dhe si ta përballonte këtë luftë me demonët. Mbaje mendjen tënde në ferr, por mos u dëshpëro. Kjo gjë është shumë e thellë. Shën Silanoi nuk thot mos vuaj, ai nuk thot mos kis prova, ai thot mos u dëshpëro, sepse mund të kalojmë në për errësirë dhe prapë të kemi shpresë. Mund të mos kemi përgjigje dhe prapë të kemi besim. Mund të qajmë dhe përsëri prapë të lutemi. Mund të mos kuptojmë dhe prapë të themi Zoti e di. Pra, të dashur të krishterë, rruga e shpëtimit nuk është një rrugë e lehtë, nuk është një rrugë e shtruar pas një pengesë. Kush e mendon këtë, ai nuk e ka kuptuar rrugën, udhën e krishterimit. Rruga e krishterimit ose udha është një rrugë e vështirë. E tha Krishti, esni nga rruga e përpjet, ku shumë do dëshirojnë pak do të arrijnë, dhe shmangeni rrugës të pjet, rrugës së gjerë. Pra, Krishti tha përsëri, kush do të vi mbas meje, të moj vetë, të marr kryqin e tij çdo ditë e të më ndjek pas. Çfarë rrugë bëri Krishti për ty në lavdin e përjetshme? Rrugën e Golgothas. Mori kryqin jo për veten e vet, po për ne, dhe na hapi këtë portë, pra, këtë rrugë dhe portë nëpërmjet kryqit për të shkuar në gjallje dhe në lavdin e përjetshme.
Nuk mund kemi një rrugë tjetër të dashur të krishterë për shkuar në jetën e përjetshme, në lavdinë e përjetshme, në bashkimin me Zotin, pra është rruga e kryqit. Kështu që nuk duhet neve të çuditemi pse nuk marrim gjithmonë përgjigje të zgjidhet problemeve tona. Duhet patjetër që të vuajmë edhe nga smundja, të kemi dhe padrejtësi, të kemi dhe vështirësi, që kështu të kultivohemi në virtut, në besim, në shpresë, në durim, në falje. Pra, të gjitha këto pra janë të nevojshme për jetën shpirtërore. Kështu që kështu kanë kaluar dhe shenjtorët, njerëz shumë të virtutshëm që kanë mësuar vujtje dhe padrejtësitë jashtëzakonisht të mëdha, por kjo do të thotë se Zoti kishte braktisur. Zoti ata i përgatiste për gjëra më të mëdha. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm. Kemi një rast nga apostulli Pavli, që quhet dhe goja e Krishtit. Ai pati një luftë me forca demoniake. Pra, ai pati dhe shumë zbulesa derisa u mordhe në qiellin e tretë dhe hyi në parajs dhe pa ato gjëra që njeriu nuk mund t'i shikojë, as t'i mendojë dhe dëgjoj ato gjëra që njeriu nuk mund t'i thotë dot me gojë. Por që mos të mburret, Zoti i dha dhe i lejoi një tundim. Një angjëll i djallit, një demon e ngacmonte. Thot, 3 herë ju luta Zotit, ma largoj këtë hell, këtë shigjetim të djallit. Por Zotit mu përgjigj, të mjafton hiri im, sepse në dobësinë tënde duket fuqia ime. Apostulli Pavli e kuptoi se ai tundim nuk ishte se Zoti kishte braktisur. Ai tundim ishte se Zoti donte që apostulli Pavli të ruhej nga krenaria, ku nga kjo krenari u rrëzua Eusfori, ranë ëngjit e rënë dhe ranë shumë njerëz të tjerë. Prandaj, edhe neve rrezikojmë nga krenaria. Prandaj, dhe Zoti ekonomizon që të kemi një luftë shpirtërore dhe duhet dim ka një zhvillim të tillë. Sa më tepër ne afrohemi Zotit, sa më tepër rritemi në virtut, aq më tepër kemi dhe ngasje, kemi prova, tundime, që të kemi një balancë shpirtërore, që mos rrëzohemi nga krenaria. Kështu që mos u çuditni dhe mos çuditemi që në jetën tonë shpirtërore, edhe kur ne përparojmë dhe ecim në virtut, ne kemi probleme. Kemi probleme me djallin, kemi probleme me njerëzit, kemi probleme me veten, por këto probleme Perëndia i lejon për të mirën tonë. Prandaj, si thotë apostulli Pavli, nuk do mburem me gjë tjetër vetë se me dobësitë e mia, sepse kur jam i dobët, jam i fortë. Kështu që kjo na jep një përgjigje të asaj pyetjes sonë, pse Zoti nuk na përgjigjet me njerë. Shën Porfiri, një tjetër shenjtor bashkohor, thot një gjë shumë mirë. Mos luftoj errësirën vetëm me frikë. Ai i drejtonte besimtarët drejt dashurisë së Krishtit. Ai mësonte se jeta shpirtërore nuk duhet bëhet vetëm një luftë kundër së keqes, por një kthim drejt dashurisë së Krishtit. Kjo është dhuratë e rëndësishme kur Zoti duket i heshtur. Pra, Zoti nuk është se është i heshtur. Zoti flet. Çështja është se ne duhet ta dëgjojmë. Dhe mbi të gjitha, ne nuk na intereson zgjidhja e problemit, sa na intereson marrëdhënia me Zotin. Këtë thoshte Shën Porfiri. Pra, kur Zoti duket sikur na ndihmon, ne duhet themi, o Zot, edhe nëse nuk e kuptoj çfarë po bën, më ndihmo të dua. Kjo lutje e ndryshon shpirtin. Dhe gjitha ato vështirësi që kemi ne, kjo kthehet në të mirë. Pra, të keqen, që duket si e keqe, Zoti kërkon ta kthejë në të mirë, që na vendosi një marrëdhënie të nxehtë me atë. Shpeshherë neve kemi një marrëdhënie të vakët me Zotin. Sepse ku ne jemi mirë me shëndet, ku jemi mirë ekonomikisht, ku ne gjithë problemet na duken të zgjidhura, na duket Zoti si i tepër, si një aksesor i tepërt. Dhe fillojmë edhe lutja zbehet, edhe dëshira jon për vajtjen në kish, për marrjen në mistereve, për pendim rrëfim, për kungim, fillon dhe rrallohet. Por çfarë thot tek libri i zbulesës? Më mirë të ishe i ftohtë, se sa i vakët. Duke qenë i vakët do të vjedh nga goja. Ashtu sikur ne pim një ujë të ngrohtë dhe ne nuk e pranojmë dot, a kjo na nxit atë që ta nxjerrim, kështu edhe Zoti nuk e pranon një shpirt të vakët, që është në mes Zotit dhe botës, as andej as tej. Zoti do shpirtra të nxehtë. Zoti nuk kërkon konkurrencë, që edhe Zotin edhe botën. Jo, o Zotin o botën. Flasim për botën e mëkatit. Prandaj edhe lejon këto vështirësi. Prandaj dhe nuk i jep më njëherë
përgjigje pyetjeve dhe lutjeve tona, sepse ai kërkon na bëj të nxehtë shpirtërisht. Njeriu ka nevojë të tronditet, ka nevojë të qortohet, ka nevojë të aktivizohet. Si? Nëpërmjet vuajtjes, sepse vuajtja na aktivizon dhe na liron nga egoizmi, na liron nga vetë shpëtimi, na përul, e ndjejmë nevojën për Zotin. Prandaj ndodh dhe kur na ndodhin smundje, menjëherë shtohet aktiviteti i lutjes, shtohet dëshira për të vajtur në kish, ose kur kemi një problem, kur kemi një vështirësi, pra e kuptojmë dhe vetë se po ndryshojmë. Por kur ne bijem në vakësi, atëre na ndodhin dhe disa vështirësi me lejen e Perëndis, dhe kur ne lutemi për zgjidhje, Zoti duket sikur hesht, sepse Zoti kërkon të rris amplitudën e gjendjes tonë shpirtërore, pra të na bëj të nxehtë. Kemi raste në jetën e shenjtorëve që nuk janë ose më mirë të themi nuk e kanë marrë përgjigje menjëherë nga Zoti dhe janë lutur për vite, po për çfarë janë lutur? Nuk janë lutur thjesht për shëndetin e tyre o zgjidhjen e problemit. Janë lutur për të shpëtuar shpirtin e tyre dhe shpirtin e të afërmve të tyre, pra për gjëra mallore. Për shembull, kemi një rast unikal, Shën Monika. Ajo lutej për vite për djalin e saj, Agustini, i cili kishte rënë në filozofi, në herezi, madje edhe në jetë të shturur. Ajo lutej çdo ditë për atë, për javë, për vite, por duke sikur lutja e saj nuk dëgjoi, dhe djali i saj po përparonte në të keqe, dhe duke sikur asgjë nuk po dëgjoi. Madje kur ajo ishte një herë duke u lutur, përpara saj erdhi Shën Ambrozi i Madh. Edhe i tha Shën Monikës: "Moj fisnike, moj zonjë, të shikoj që sa herë që vjen këtu në kish, ti vetëm lutesh dhe qan. Çfarë problemi ke?" Atëre Shën Monika me lot në sy i tha: "Kam një problem shumë të madh. E kam djalin të humbur," i tha, "sepse djali im është në botën e mëkatit dhe kam kaq vite që lutem dhe nuk po zgjidhet problemi." Shën Ambrozi e siguroi: "Kur," tha, "kur, nuk mund të mbasi djali i një nëne që lutet me lot dhe kaq shumë." Dhe historia na mëson që lutjet e saj u dëgjuan, dhe në momentin e dur Perëndia dërgoi hirin te Shën Agustini, i cili u ndriçua duke lexuar letrën e apostullit Pavlit. U ndriçua nga takimi me Shën Ambrozi. Jo vetëm u largua nga filozofia e rreme dhe herezia dhe nga jeta e shturur, por ai u pagzua, u bë krishter, madje u bë klerik, u bë episkop, u bë shenjtor, dhe një nga shenjtorët më të mëdhenj të kishës në lindje dhe në perëndim. Dhe thuhet që kur fjeti Shën Monika, sepse tha: "Bir, tani tha që ti e morë rrugën e shpëtimit, nuk ka kuptim pse të jetoj, duhet shkoj në paqe." Dhe kur po e varrosni trupin e Shën Monikës, atëre Shën Agustini i tha popullit që ishte mbledhur: "Më lejoni pak." Dhe u lut atje për 1 orë në varrin e saj. Gjithë njerëzit prisnin me respekt dhe ai mbas 1 ore me një lutje me lot i tha popullit: "Kjo grua për mua është lutur 17 vjet, të paktën unë u luta 1 orë." Pra, shikoni se lutja nuk humbet. Lutja dëgjohet, lutja depozitohet, dhe Zoti di kur do ta jap përgjigjen, dhe jep përgjigjen atje ku ajo do japi frute. Prandaj të dashur të krishterë, mos të dëshpërohemi dhe mos të ankohemi duke thënë se Zoti nuk po na dëgjon. Zoti na dëgjon, por Zoti vonon, por nuk haron, dhe Zoti di kur do ta japi përgjigjen. Prandaj Zoti nuk vonon sepse nuk na do. Ai na do, prandaj vonon. Shpesh pritja është një mënyrë me cilën Zoti na mëson më shumë dashurinë. Një fëmijë për shembull kërkon diçka nga babai dhe i thot: "Baba, e dua këtë." Po babai që e do fëmijën i thot: "Prit, nuk e mosh, nuk është koha tani." Fëmia nuk kupton, por babai e di pse. Kështu edhe ne jemi si një fëmijë të pa ditur përpara Perëndis. Prandaj shkrimi shenjtë thot: "Hesht para Zotit dhe prit me durim." Kur neve i lutemi Zotit dhe i kërkojmë diçka, nuk duhet vetëm vazhdojmë të lutemi, e dua. Patjetër që neve do t'i lutemi, do ta përsërisim kërkesën tonë,
por gjithmonë do themi u bë vullnet yt, sepse nuk e dim ne çfarë është e mirë për neve. Një shenjtor thotë, sa herë që u luta Zotit me këmbgulje për të marrë diçka, dhe kur e mora atë, unë nuk pendova, sepse nuk ishte në interesin tim. Kështu që ne do t'i lutemi Zotit, do t'i parashtrojmë kërkesën tonë, por Zoti nuk imponohet, Zoti nuk detyrohet, Zoti është i lirë dhe do e themi Zot, u bë vullnet yt. Ky është shembulli që na tha Krishti. Kur Zoti Jezu Krisht u lut në agoni në kopshin e Getsemanis, u lut 3 herë, Ati im, nëse është e mundur, largoje këtë kup i dërimi nga unë. Jo se kishte frikë Krishti nga tortura që do t'i vinin më pas dhe nga kryqëzimi. Jo, por Krishti po provonte edhe po merrte mbi vete gjithë mëkatësinë nga Adami deri te njeriu i fundit. Dhe po provonte atë largimin nga Perëndia si njeri. Do me thënë, ai që s'kishte bërë kur mëkat, tani po merrte mëkatet e njerëzve, një gjë e jashtëzakonshme për atë që ne nuk e imagjinojmë dot. Dhe Krishti tha, ma largo këtë kup i dërimi, po jo si duon, por si don ti. Dhe përgjigja ishte heshtja nga qielli. Ati heshti, sepse nuk ishte zgjidhje tjetër të shpëtojë njeriu, versus Krishti të merrte mbi vete mëkatet tona. Si thot Apostulli Pavli, dhe ai që ishte bekim u bë mallkim për neve që ne të bëjmë drejtësi e Perëndis në Krishtin. Kështu pra dashur të krishterë, heshtja e Zotit nuk do thotë se Zoti nuk dëgjon, por kjo është rruga, nuk ka rrugë tjetër. Ne duhet ta mbajmë një smundje, duhet ta mbajmë një vështirësi, duhet të durojmë, sepse kështu mund të kalojmë të gjitha peripecitë dhe kështu mund mësojmë për ulësinë, mësojmë durimin, mësojmë virtutet, mësojmë dashurinë, mësojmë të falim. Pra, kështu ne përgatitemi për mbretërinë e Perëndisë. Sepse duhet dim dhe diçka, vuajtjet e kësaj jete, problemet e kësaj jete janë kalimtare, Kush nga ne i mban mend problemet që vuajti në placentën e nënës vet, para kur ishte në gjendjen embrionale? Gjithë neve që jemi të gjallë në këtë jetë, kemi kaluar nga jeta embrionale që është 9 mujore, e përgjithshme. Pra, gjithë ne atje kemi kaluar disa peripeci. Siç ne shikojmë për shembull që embrioni ka probleme, shkojnë me ekzaminojmë ti, ndonjëherë ka dhe nuk zhvillohet mirë, fillojnë dhe ndërhyrjet. Pra, embrioni ka vuajtjet e veta, por asnjëri prej nesh nuk i mban mend këto. Kështu do ndodhi edhe me këtë jetë. Edhe këtu jemi në një placent të madhe, placentën e botës, dhe këtu jetojmë, ndoshta jo 9 muaj, jetojmë më shumë, 9, mbasi edhe 90 vjet, rëndësi ka që ne do dalim nga kjo jetë. Dhe ashtu si haruam të gjitha vuajtjet në placentën e nënës sonë dhe s'kujtojmë asgjë, kështu do harrojmë dhe vuajtjet e kësaj jete. Por para përjetësisë të janë si çaste. Prandaj nuk do t'i japim rëndësi vuajtjes dhe problemit. Ne do shikojmë më përpara me një vizion drejt përjetësisë, kështu dhe gjërat marrin kuptim dhe ato tejkalohen. Prandaj të dashur të krishterë, asnjëherë nuk duhet të mendojmë se Zoti na ka braktisur. Përkundrazi, Zoti na do dhe ata që i do i rre me thupër, pra që do thot i qorton për korrigjim dhe lejon vështirësi, prova, tundime, ngasje, smundje e gjitha që janë të nevojshme për ne. Dhe kur ai e shikon që ato duhen zgjidhur, ai i zgjidh. Nuk ka vështirësi Perëndia, pra nuk përdor një fuqi të vogël për gjëra të vogla dhe një fuqi më të madhe për gjëra të mëdha. Zoti një fuqi ka, bëhet me një shikim, bëhet me një veprim, bëhet me një fjalë, çdo gjë zgjidhet. Prandaj, asnjëherë mos mendojmë se problemi ynë është i madh dhe Zoti do shumë punë për ta zgjidhur. Jo. Problemi te Zoti nuk është asnjëherë i madh. Asgjë nuk është e pamundur për Perëndin. Por Perëndia thotë që kjo është e nevojshme për ty, prandaj duhet ta mbash dhe duhet të presësh. Gjithmonë ka përgjigje. Asnjëherë nuk mendojmë se nuk kemi përgjigje të lutjeve tona. Çdo të thotë, përgjigja është: kjo që ti më kërkove do të zgjidhet dhe zgjidhet. Kjo që ti më kërkove nuk zgjidhet sepse nuk është në mirën tënde. Ose përgjigjja tjetër është: prit. Duro, akoma nuk ka ardhur koha. Prandaj, të dashur të krishterë, vëllezër dhe motra më Krishtin, mos kërkojmë vetëm përgjigje, po të kërkojmë vullnetin e Zotit. Një lutje shumë e bukur është: o Zot, jo atë që dua unë, por atë që do ti për shpëtimin tim. Kjo është një lutje e cila i zgjidh të gjitha problemet. Dhe kjo lutje na qetëson. Prandaj të dashur të krishterë,
Perëndia na do, Perëndia na shikon, Perëndia na dëgjon, Perëndia është me ne, por neve kemi nevojë të ushtrohemi në virtut, në durim, në përurësi, në besim, në falje, në dashuri. Dhe ndoshta një ditë ne do ta kuptojmë heshtjen e Zotit. Do të themi faleminderit o Zot që heshte dhe lejove të gjitha këto vështirësi tek mua sepse unë arrita këtu. Ndoshta nuk e kuptojmë ne këtu në këtë jetë, por në jetën e përjetshme, kur vendosemi përpara Perëndis në gjykimin e drejtë Perëndis, do të shikojmë se si ka vepruar Zoti në jetën tonë, patjetër që ne do ta falenderojmë Perëndin, duke thënë të falenderoj o Zot, jo thjesht se mu përgjigje, falenderoj o Zot se nuk mu përgjigje, falenderoj o Zot se heshte. Dhe le ta mbyllim këtë bisedën tonë me një histori që është e bukur. Një i krishter po shkonte në fund të jetës vet dhe e pa jetën e vet si një film që i kaloi përpara syve. Dhe kështu është jeta, jeta është si një film. Dhe në momentet më të vështira të jetës, ai shikonte veten që ishte sikur duke ecur në një breg të detit. Dhe shikonte atje gjurmët e tij. Por në krah të gjurmëve të tij shikonte edhe gjurmë të tjera. Dhe mendoi që këto janë gjurmët e Zotit që më ka shoqëruar. Por siç thash, në momentet më të vështira të jetës tij ai shikonte vetëm një palë gjurmë në breg. Edhe filloi të mendoj, si është e mundur që Zoti në këto momente kaq të vështira më ka lënë vetëm që ta përballoj? Atëherë mori një përgjigje nga zëri i Zotit. Biri im, thot, ti nuk e qenë vetëm në këto momente të vështira, pavarësisht se shikon një palë gjurmë, po ato janë gjurmët e mia, sepse unë ty po të mbaja në krah. Që do të thotë, në momentet e vështira të jetës sonë, që neve na duket sikur Zoti po hesht, Zoti nuk përgjigjet, Zoti po na mban në krah. Dhe nuk jemi ne ai që e përballojmë këtë, po është Zoti bashkë me ne. Kështu për atë dashur të krishterë, le të kemi parasysh këto fjalë, që janë mësimet e kishës, mësimet e shenjtorëve, dhe patjetër që mos ta humbim besimin. Mos të biem në ankim, mos në biem në dëshpërim, mos mendojmë se Zoti është indiferent, përkundrazi Zoti është me ne. Dhe kur është Zoti me ne, askush nuk është kundër nesh. Dhe le të mbyllim edhe me këto fjalë. Kur ti hesht, më jep besim. Kur ti vonon, më jep durim. Kur unë nuk kuptoj, më jep përulësi. Dhe mbi të gjitha, mos lejoj që zemra ime të largohet prej teje. Sepse edhe kur nuk shoh dorën tënde, besoj se ti je duke vepruar. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.